Ky e diel na gjen në fshatin Gjuerin të Vlorës, një fshat i cili është më pak se 10 km larg qytetit bregdetar, që përfshihet në njësinë administrative qendër, aty ku përfshihen edhe të tjerë fshatra shumë pranë qytetit. Ndoshta pak e dëgjuar nga shumë kush, por një fshat me potencial të lartë zhvillimi. Nëse ndër vite do të kishte për fshatin për kujdesjen e kërkuar, sigurisht sot do të ishte një tjetër realitet. Por pikërisht kjo mungesë e theksuar investimeve ndër vite, Gjuerinën e ka lënë pas në kohë. E pavarësisht distancës afërt me Vlorën, ky fshat ende nuk e ka njohur termin zhvillim, pasi në të ka një sër problematikash, ku shumica vazhdojnë të ekzistojnë e mos të përmirësohen ndër dekada. Gjuerina është një prej fshatrave shumë pak i dëgjuar, por që përfshihet në njësinë administrative qendër. Njëkohësisht, një fshat i cili ndodhet vetëm pak kilometra larg qendrës së qytetit të Vlorës, por nëse flasim për zhvillimin, atë zhvillim që mund të themi që ka prekur qytetin bregdetar, për Gjuerinën është krejt e kundërta. Fshati sot ka një sër problematikash, të cilat fillojnë nga mungesa e ujit të pishëm, tek largimi i popullsisë, ekonomia e dobët familjare, pensionet e fshatit të cilat nuk mjaftojnë. Por gjithashtu banorët përballen edhe me mungesën e investimeve, ndërsa pa shpinëstime, megjithëse se tregohet totalisht fshati apo edhe një pjesë e territorit të tij, mund të vëmë re të gjitha fushat të cilat janë sot të pakultivuara. Madje edhe tufat me bagëti janë tepër të pakta, çfarë tregon edhe një herë që dy sektorët kryesor të këtij fshati, blegtoria dhe bujqësia, janë drejt falimentit. Gjuerina është një fshat me një relief të ndërthurur, ku një pjesë e konsiderueshme e territorit është fushor, e pjesa tjetër kodrinore. Gjithashtu, fshati laget nga lumi i Shushis, kushte këto tepër të favorshme, të cilat ndër vite duhet të kishin ndikuar pozitivisht në zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Por mungesa e dorës së shtetit, mbështetjeve ekonomike për fermerët dhe bujqërit, ka bërë që blegtoria dhe bujqësia të jenë në vështirësi. Banorët tregojnë se Gjuerina është e njohur në bujqësi për kultivimin e perimeve, por edhe për vrështari. Por këto dy kultura bujqësore pak nga pak po zhduken. Numri i vreshtave në fshat ka rëndjeshëm në mënyrë drastike nga viti në vit. Shumica e banorëve që merren ende me bujqësi kultivojnë perime vetëm në oboret e shtëpive të tyre, pasi banorët nuk ja dalin dot të kultivojnë për të shitur produktet e tyre. Nafta e shtrenjtë, plerat kimike me çmime të rritura, mungesa e fuqisë punëtore dhe blerëse kanë ndikuar negativisht në këto sektor. Gjuerina është një fshat i cili sot s'ka rrugë apo jo? Gjuerina është një fshat aq i mrekullueshëm sa nuk e di asnjë. Gjuerina, deri tjerat. Dhe për këtë punë nuk do të di njëri se si jeton ky popull, çfarë kërkon e çfarë nuk kërkon. Si jetoni ju? Po ta bëjmë këtë pyetje. Unë jetoj me forcat e mia, as me një forcë tjetër. Me çfarë merresh? Me punë krau. Me bujqësi? Bujqësi. Çfarë kultivon? Atë që kultivoj unë, ti nuk e merr, nuk e kupton dot. Me që je. Po? Me atë 3 lumë tokë që ai më ka dhënë, po? Dhe kollotat i ka marrë të gjitha për vete dhe të gjitha gjërat i ka në interesat ti, jo në interesin tim. Po? E çfarë kultivon të ato? Unë kultivoj atë që nuk mbaj dot veten time me këtë gjendje që jemi sot. Pse? Çfarë i ka? Çmimet të larta, nafta e larta, energjia e larta, zota njëri fare se je i gjalla apo je i vdekur. Të gjitha institucionet janë qendra e dutës. Tani ma përcakto pak, pse njihet Gjuerina të paktën nga prodhimet bujqësore? Gjuerina është një vend të miku im. Nëse do ta dishi se ti vjen këtu dhe është vend që ka mbajtur Vlorën se ju jeni të vegjël dhe nuk e dini fare se çfarë është prodhuar këtu dhe si është mbajtur ky qytet. Ma thuaj. Atëherë, çfarë prodhohet këtu sipas teje? Perime. Frut. Një. Po. Bëj mesataren. Vresht. Mesataren e të ardhurave për çdo familje. Dhe më thuaj këtë, pse
Gjithë rinia edhe njerëzit kanë ikur jashtë shtetit. Ma ja përgjigje ti. Se ka falimentuar ky sektor, normal. Cili sektor? Bujësia. Ka falimentuar shteti. Shteti. Po mirë, bujësinë sot, pse ka vajtur në këto kushte? Sepse shteti fut parat në xhep të tij. Ti për shembull, me ato që kultivon, ja del ti jetosh? Jo. Pse? Ma përshkruaj pak. Ta përshkruaj. Subvencionet ata i mbjedhen për vete. S'ke subvencion. Kontrata i shikojnë për vete. I bjen nga jashtë marrë lekët e tyre dhe shëndetet mira ti, hajde rrotull ti. Ku e shet? Ku e shet prodhimi që bën? Kush? Ti. Ku ta shes? E han lopët. E han lopët. E han qam derrat. Për vete? Për vete unë ha. Po. Jo, edhe një gjë tjetër. Ke shpresë të përmirësohet kjo situatë? Jo. Ka aplikuar ndonjëherë ti për fonde për mbështetje financiare? Çi dua? Ku drejtoj aplikimin? Pse? As do të njëri fare se çfarë je. Vazhdosh merresh me bujësi. Unë vazhdoj se mbaj veten time, nuk më ban shteti. Tani s'ma them, a shoj kureshtin për ta përmbyllur. Çfarë kultivon? Çfarë kultivoj? Po. Sa po ngrem për vete? Po çfarë? Po çfarë do kultivoj? Unë aq vend kam. Po cila do të Ja, patatet e ke këtu. Me këto do rroj unë. Me patatë. Ha? Perime kryesisht. Me këto këtu do rroj re. Po vresh ta ke? Ku i kam hektarët? Së mjafton toka. Ku i kam hektarët re? Tani ma mbyll që me i mesazh për shtetit, çfarë do i thua? Duhet të ndërrohet komplet pushteti dhe nuk duhet të jetë asnjë qeveri. Politike. Klasë e re politike. I gjithë territori fushor i fshatit, por edhe ai kodrinor, është i gjelbëruar, çka mund të sillte më tepër favorizim në zhvillimin e blegtorisë, por edhe ky sektor po lëngon. Nëse i hedh një sy fshatit nga lart, fushat janë bosh. Tufat me bagëti që mund të shohësh aty janë të pakta. Gjithashtu numri i blegtorëve në fshat është ulur ndjeshëm nga viti në vit. Sot me blegtorinë në Gjuerin merren vetëm të moshuarit, të cilët mbajnë pak bagëti sa për konsumin e tyre familjar. Dikush disa dele apo dhi, e të tjerë 1 apo 2 lop. Qumshtin apo bulmetin që prodhojnë e përdorin vetëm për shtëpi. Ndonjëherë mund edhe të shesin në Vlorë ndonjë bidon qumësht, sa për të mbajtur ekonominë familjare gjallë. Sigurisht që do të donin të kishin më tepër bagëti e të prodhonin më shumë, edhe për të shitur, por nuk ja dalin dot. Kriteret për të përfituar mbështetjen nga shteti nuk i plotësojnë dot. Ndaj, janë të detyruar që edhe blegtorin ta zhvillojnë vetëm në oborret e shtëpive të tyre. Çfarë mungon? Çfarë ju mungon? Shumë s'na mungon gjë, kemi fizik të punojmë. Me çfarë merresh? Në shtëpi, me lop, me blet, me... Në te blegtoria je kryesisht? Po. Këto që më përmendë dele, lop dhe dhi. Po. Ke për përdorim personal apo bën dhe produkte për t'i shitur? Jo, për vete time. Sa ke? Sa krerë ke? Po s'kam 3 lop kam. 3 lop. Po. Prodhon shumë vetëm për familjen. Për familjen shes një pakic në Vlorë, kemi një mishteri. Po mua më merr në atë se... Ja del me atë që shë? Po ja dal se nësë jemi... Ja kjo mbahet ekonomia familjare? Kemi dhe pensionin tonë, kemi bletët. Si është jetesa me këto punë që bërë? është e përballueshme? Ku do që t'jesh dhe në Majtmalit po s'punove? Po punove je i zoti. Ja vlen blegtoria sot? Po, për ne që jemi moshatar pa të rrit ikin kurbet, për neve i do i mbajmë kështë do bëjmë. Shë vetëm ja mundësi mbi jetesa, apo? Po ne i mbajmë se jemi moshatar, së rrim do të pa punë. E ke ndimes ekonomia dhe? Po. Po vetëm me blegtori, nëse nuk do të kishe pension, ja kishe dal? Po doja dilja, do mbaja më shumë, nuk mbaja pak. Po. Ke fushit mbash shumë? Po. Kur na lënë këmë do i heqim, tani për tani mirë jemi. Po të rinë, ka që merren ose fëmijët e tu që merren me blegtori? Fëmijët e mi janë të ikur. Të larguar? Po. Të rinë nuk e shohin veten te këto gjëra? Po, ka dhe këtu që mbajnë dhe të ri si mas mundësisë. Po trashëgohet ky profesion?
Po tani, edhe malli të mban, një ekonomi është ajo. E trashëgoni do të rinjt apo është e Të vështirë? rritë mua njëherë mikën të vegjël edhe nuk. Nuk mendojnë fare për blegtoria. Nuk i duan. Nuk i duan. Po. Megjithëse në moshë pensioni, shumë prej banorëve detyrohen të merren me blegtori, pavarësisht se fuqit çdo ditë më tepër po i lën. Banorët e kalojnë ditën duke u shkuar pas bagëtive për të nxjerrë bukën e gojës. Mundimi, sakrifica e çdo dite është tepër e madhe, por janë të detyruar të punojnë pasi ekonomia nuk mjafton. Pensionet e fshatit janë minimale, duke bërë që mos t'je dalin dot. E me ironi shprehin atë pjesë të realitetit që dhemb, ku familjet me shumë antar jetojnë me të ardhura të pakta, edhe nën minimumin jetik madje. E përpasoj, syt çdo ditë i kanë nga blegtoria, ku prej andej marrin ndonjë litër qumësht, ndonjë bulmet, sa për të konsumuar në familje, për të ndihmuar sadopak ekonominë e tyre. Banorët tregojnë se edhe për t'u ankuar e kanë humbur shpresën, pasi nuk i dëgjon më askush. Zgjedhin të heshin e të mos harxojnë fjalën, sepse edhe po folën, asgjë nuk përmirësohet, por vetëm sa bëhet edhe më keq. Sot Gjuerina, sot fshat. Fshat shumë i mirë. Po çfarë mungon? Kjo është pyetja. Po asgjë janë dieta në rregull. Asgjë nuk mund. Rruga për shkak. Rruga shumë e mirë, dieta të mira janë. Ti ke ndonjë hall? Jo, jo. Pse? Po s'ka me kemë gjithë hallë. Po ne gjithë qeveria. Qa bën qeveria për shkak që të zgjidh hall? Ja na ka në të marrë lot, Të lët mbash flok. e qojmë lora shesur dhe në shtëpi. Sa lop ke? Ja këto dyja. Të dy. Po çfarë mund shesësh nga ato dy? Shes 10 bilona qumës. Në ditë. Paguaj 3.000 lekë rrugën. E ja, 10 bidona qumës sa lekë ishet? 15? 15. 15. 3.000 rruga? Me 13 në ditë ja del? Me 12 në ditë ja del? Ha me ndetën, Mbede me aqle. ndetën. Po shumë paske. E jemi të kënaqur. Po mirë, shumë paske. Si ja bëke me gjithë ato? Qa dhe bëjmë më bërë? Këto kemi. Ta në kemi në dhe 7 gjithë jemi. Që ndaj themu që kemi, hamë edhe ndetën të. Se s'mere gjithë për tjetë, se po u ankove. Po, marë me 100% me rek pension, Po mirë më këto pensionet e fshatit, pse janë kaq pak? atër dhja ata që janë lakë. Sa vite pun ke? Po që dhe unë 100% mi marë. Sa vite pun ke në kooperativë, në fermë? Në fermë. Në 30 vjetë punë. 30 vjetë e merr 150.000 lekë pension. Po pse kaq pak? Po a që ka lovajtur ata, Kaq të ra? ka që më ra. Çfarë mund të bësh me 150.000 lekë? Po Sot. ta, të pija, të jetoje. Po, pasha. Ah, Po mirë, po doja ta kishe pensionin më lartë. po mirë është më birë, po kush na jep me më lartë. Jo, Se s'kan ata janë varfër, vuna vojnë. vojnë, Mendojnë për juve? nuk e di dhe. Dhe them se nuk i zëgjumi. Nuk i zëgjumi. Mirë, kjo situata e pensionistëve në fshat, ku do shkojmë? Se po shohim që kshu është gjithandej, po ku do vej? Cila është e ardhmja? E di dhe heqja. Në është dhëmë, ja u di këta dy lopët, të kullosh, të qëjmë ndarë shpirë, në jesë të qëmë që më rrët. Me kë jeton ti këtu në fshat? Unë me plakën, me djali, ka një matë shmurë Jeni në një familje në një gjithë familje. 4 antarë, apo më shumë? Matë anë me 110 me lek, e shmurë, i valite. Unë ma 150, të kërë e me 110, kemi plot biro. Plot, Do doje ti kishe më shumë? Apo? nuk i manë do shumë, nëse e mësuar. I manë ata që paka gjithë, Si e përshkruan ekonominë të ndesë sot? do bëtë më bërë. Që ekonomie kemë, ne jemi dekur. Bjetojmë. A ne ato, ne të bëmë desë, po s'desë më dohet. Pret që një ditë të vi Aha, jo, nuk ka nësë. ndryshimi jo politik, po ndryshimi në ekonomi. Nuk e vrasim më në politikë, ne vrasim më në ekonomi, po jo absolutisht asë njërë. E ke humbur shpresën. O, ka, ku do vi unë, ku dhe atje, dhe ka dhe shokë.
Shumë nga blegtorëve të Gjuerinës ju vjen keq që nuk e trashëgojnë dot këtë sektor të blegtorisë, por edhe bujqësinë. Megjithse prej vitesh janë marrë me këtë aktivitet, të cilin e kanë patur trashëgim nga gjyshrit si dhe baballarët e tyre, nuk mund ta trashëgojnë atë tek brezi i ri. Fëmijët e tyre janë në emigrim e kanë krijuar jetën jashtë vendit, atë jetë të cilën ende i mban në vendet europiane, e që nuk mund ta krijonin dot në fshatin ku u lindën e u rritën. Fëmijët, niprit e mbesat nuk mendojnë të kthehen më në fshatin ku kanë mbetur tashmë vetëm pleq. Me blegtori merren vetëm mosha e tretë, e në fshat nuk ka thuajse asnjë të ri që të ushtrojë të paktën këtë angazhim dhe aktivitet. Por blegtorët e fundit të mbetur në Gjuerinë thonë se të merren me blegtori nuk u kërkojnë dot fëmijëve të tyre, për shkak se ky sektor nuk ja vlen më, e me bagëti nuk mund të nxjerrin dot fitimet as më minimalet, e përpasoj nuk mund të përballojnë dot as jetesën që bëhet gjithnjë më vështirë. Me dhimbje tregojnë se kur të mos kenë më fuqi të merren me këtë angazhim, bagëtit do i shesin. Fshati brenda dekadës së ardhshme sipas tyre rrezikon të mbetet pa rini, e përpasoj pa blegtor të rinj që ta transmetojnë këtë aktivitet fisnik edhe në brezat që do të vinë. Çfarë mungon? Të gjitha, qa do, për shembull të mungoj, tëra. Cilat janë problemet bazë të tua? Kush është më Ja. më kryesor? Ja, llogaritë këtu të kjo. Çfarë ka? Marrën 120.000 lekë pension edhe la i thaj, ja, këto janë dhe faqe tonët. Gjëra tjera, si që shë vetë. Në Ç'të the? blegtori, a? Ç'të thej më, ja, vetë ato, 5 dele ati. Ja del dot me ato? Do fillojnë do hapen qik barë. E ndryshe, Po për çfarë i ka? Bën prodhim për të shitur apo thjesht për pa ata, përdorimin tonë familjar? ato janë probleme familjare, dhe asë gjithë tjetër për tej. Se haqjan. E di çfarë po vëre? Urda. S'ka rinim. Do më falë që se ikën ato rini, nuk kam më këtu. Pse? Pse nuk Po s'ka më, vetë pleqiria, ka rilu këtu. Ku Kush kam? është më i riu në fshat? Po thoj që s'ka asnjë. Asnjë. E. Ku janë larguar banorët e tyre? Po e largu, gotë kohët e fundit e s'ka ku të vedë më. Në çfarë Po da. shtetesh kanë ikur kryes? Më çdo shtet botës, Në çdo shtet. në çdo shtet. Kena 1, na 2, na 3, na 4. Ti vet, ku ke fëmijë? Kam djalë e vogël këtu dhe 2 kam në Itali. Ty i kanë Itali. Jam për veten e tyre. Kanë ikë që shpejt, që Ka vitin i pa? që shpejt. Po pse? Çfarë i detyron që? E keqja ekonomia gjithmonë, ekonomia. Çfarë mungon? Mungon vendet e punë? Po çfarë? Po vënë punë ku do vënë? Si vej me dele djali 50 vjeç me mua? Po mirë, nëse vete, e marri të mirë qenë Pa. nëse vete, me del, ja Pa. del dot? Jo. Pse? Po nuk e del dot, e këtë tëra me qira. Janë gjitha tokat me qira. Nuk Ku i do? kullot dot. Ku do i mbaç? S'ka kullot, për shembull, kullot. Të vjen keq kjo që s'po e trashëgon blegtorinë. Shumë keq më vjen, po gjendja kjo është Ke marrë ndonjë mbështetje nga shteti? në asë një mënyrë. Do ta vazhdosh të profesion? Po dhe i sa t'jemi gjallë, pasaj të Mirë të produkt, nëse do e shisje. Ke ku e shet? Jo, Pse? Mungojnë dhe blesh. s'ka ku i deshet, pensionista. Nuk i kanë lekët për ta Po blesh. s'ki kanë të mapri me qadhe, me 120.000 lekë me pension, apo 150, apo 200 një gajnë tjetër. Pra nëse ti prodhon shumë dhe nuk e konsumon dot familje, hedh poshtë, e derdh. Këtërimisht, ku ta qëtë? Ku do shkoj kjo situatë e tjera? Eshtë drejt Amerike e Madhe. Amerikën e Madhe diti, i rije, po, sa vjetë qëti? 30. Mashallah, veç e 130 tjera. Faleminderit shumë. Je mosh me djalin tim. Po, me atë të voglin. Po, shumë keqës. Shumë keqës. Kush jeton ende në fshat janë kryesisht mosha e tretë, të cilët do të kenë dashurinë e paepur për Gjuerinën, siç thonë edhe vetë, deri në ditën e fundit të jetës së tyre. Për fshatin ku u lindën, u rritën, lindën fëmijët e tyre dhe kanë amanet nga bashkëshortët e tyre që kanë duruar jetë. Shumica e familjeve janë me ekonomi të dobët e me shumë halle, të cilat i tregojnë me lot në sy. Në fshat tregojnë se ndër vite,
nuk është përmirësuar asgjë, e se jetesa nuk ja vlen më aty. Duke e mbajtur mend realitetin e Gjuerinës së dikushme, siç ka qenë më parë në atë që është sot, pohojnë se është si nata me ditën, pasi më parë fshati gumëzhinte nga zërat, e sot kanë mbetur vetëm pleq që nuk largohen dot. U vjen keq që për fshatin nuk është bërë asgjë ndër vite, e përpasoi Gjuerina vuan të njëjtat probleme si më parë. Probleme këto që pavarësisht shqetësimeve të ngritura nga banorët e zonës, asnjëherë nuk janë zgjidhur, madje as nuk janë dëgjuar. Mes halleve dhe dhimbjeve pohojnë se deri ditën e fundit do të jetojnë në Gjuerinë, pasi veten nuk e mendojnë askund tjetër. Unë vete 60 vjetë. 60 vjet. Si e shikon fshatin sot? Ka qenë ashtë kuje fare. Pse kuje, se e thon shumë. Po kuje, shkallame, çdo gjë që të themë në shketa. Që të themë? Shikojmë nëna... Nuk ka njërës bukë për darkë. Ekonomi shumë e dovet, Të gjitha fare, që do të. Me ka jeton këtu? Mua më ka vdek burri ka 8 muaj. Vetëm jeton? Vetëm me djelën e djelit. Si të vete jetë? Ja, shtypë. Pjesë për moshën sa vjeqe? 81 vjeqe. Ngushëllime një për bashkë. Faleminderit. Jesh mirë vetë, po. Më thuaj pak, çfarë të shqetëson më tepër në fshat? Cili është ai problem që... Se shojmë për shumë këto rrugët ti që je me bastun, ke probleme të shëndetit, normalisht për moshë. Nuk kalosh dot në këto rrugë kështu. Hiç, që do bëç. Si është situata? Si është kjo rrugë? Kallametash. Kallamet. Po kallamet që ti shikon vetë. Ka ndryshuar ndonjëherë apo kështu ka qenë? Ka qenë më kuje fare, në ashtë i kam bërë gjoja. Ja kështu. Besoj në ditë si sot, me shi, është edhe më keq. Po, ashtu është. Fjallë me vëndës, po është prishë fare jetë atë. S'ka më nështë. Ka vlen më jetesa në fshat. Fare, po them, si unë që jam 81 vjeçë, jam shumë dëshpëruar jashtë masë për këto. Edhe dritat banorë thonë që ju ikin, ju vinë. Po, fjallë me vënd e ke. Si situata dritarë? Ikin virja, brëm unë betarë që papam. Ngjo djale thashun, mësaj fiku njeri. Jo, se shfiku. Ja dhe sot kanë tërë ditën ashtë i erdhën. Drita, da? Tërë ditën e pendis, po të betojmë për 2 djemët, po të gënjesë, jam 81 vjeçe. Ka luatje tensioni, qëfar ka? Urdo? Qëfar ka? Pse ndodh kjo? Ku ti unë shkëta, ku të gjohë? Shu ka qenë gjithmonë në? Po ka qenë ore se nuk ka zot. Do zot puna. Ju dëmtojnë këto dritat që ikin? Po dëmtoj që nuk dëmtoj se do ketë një thelmish atje në fergorifera, pa kam gabim. Do prishat. A prishat apo jo? Ja. Gjellë nuk e bëndot. Gjellën. Ti di vetë ja se ti ju i një më të rinje i kuptoni gjë, kurse ne po lëm tani. I ku mosha jonë të keqen në nete. Të themi si atë që takon, i ku mosha jonë. Ne në ashti duom në një filxhan kafe të na japin. Na thoni fjalë të mirë. Këto duom në plakat. Nuk duom gjëra më të mira. Mirë, të përmirësoj fshati, të bëjmë më bukur, besoj edhe ty të vinte mirë. Po, që do më ti? Në fshat, kënaqesh herë të gjitha. Ke menduar ndonjëherë ta lësh Gjuerinën dhe të largohesh? Për unë? Po. Jo, nuk i ki dot. Pse mo? Na fshati nuk i ki dot. Të kanë thënë besoj, Fëmija. Janë është që më ka vdekur shortja, kam një në Itali. Qupën se të gënjeva. Djale kam Greqi, hajde këtu të rëqë. Nuk rridot, i kam thënë, po deshe më bëni smetu ku jam. Nuk rridot. Largimi banorëve, të rinjve, ka bërë që edhe shkolla e fshatit Gjuerin të rrezikojë mbylljen nga viti në vit. Janë pikërisht kërkesat e banorëve të fshatit që bëjnë që në këtë shkollë të zhvillohet ende mësim në klasat fillore. Një shkollë që funksionon njëkohësisht edhe për mësimin e klasave fillore, por edhe si kopsht për të veçlit e fshatit. Aty ende bëjnë mësim nxënësit që familjet e tyre nuk i kanë kushtet e duhura ekonomike, pasi për shkak të kushteve të shkollës dhe nivelit të mësimdhënies, shumica e nxënësve janë regjistruar në shkollat e qytetit të Vlorës.
Vetë banorët tregojnë se me largimin e shumicës së nxënësve nga shkolla 9-vjeçare Liri Goro, kanë ndikuar edhe kushtet e kësaj shkolle. Një godinë e amortizuar nën pushtjetjen e lagështisë, e cila nuk plotson asnjë kriter për mësimdhënie. Banorët thonë se çatja e saj rrezikon shembjen nga lagështia. Ata pohojnë se sjellin niprit dhe mbesat për mësim në këtë shkollë, por këta të fundit përfundojnë duke u sëmurur. Kanë një apel drejtuar pushtetit të ndërhyjë me fonde për rikonstruksionin e kësaj shkolle, pasi përbën rrezik për nxënësit që ende bëjnë mësim aty. Duhet të bërë e re se unë po çoj nipin e mbesën dhe ka myk vetëm. Është myk, duhet të hedhë soleta. Shko ma saktë Po, sonë kaq. se kur erdhëm neve e Po. pa mbyllur me Në shti? Po. Po shmyllu se mbaroj shkolla. Po funksionon gjatë ditës? Po janë fëmijë vegjël, o vlla. Sa nxënës janë? Aty janë kopshti, është kopshti dhe klasë e parë, më duket e dyta. Pra bëj vetëm fillore. Fillorja. Po. Prandaj do hidet soleta se është myku gjallë. Si ma përshkruan? Dhe fëmija po sëmuren. Si ma përshkruan? Po sëmuren fëmija në myku. Gjendjen e shkollës si është sot? Si është sot? E kësaj shkolle që më thua ti myku. Keq është. Keq. Keq është keq. I ki hidhni soletën. I bërë një kërkesë të vitë të rregullohet shkolla e Gjuerinës. Kaq di una. I rrezikon? Kam nipin e mbes në atë, myk vetëm. Po shtrojnë më shumë spital se sa. Prandaj, Shkollë të detyron ti sjellësh nipin dhe mbesën aty. Jo, ti ku do bëre ta? vetë. Po, ku kanë lek të vend me fugon ata. Këtu janë shko me lakra po punojun. Shumica e E. nxënësve janë larguar, vend Kanë drejtore. ata që kanë lek. Ata që s'kan bëjmë Ata që s'kanë kanë ndënë këtu fukarejnë të gjithë. Sa vite ka kjo shkollë? Edhe ata kanë ikur, ka 5-6 vjetë kjo që është bërë. Po ata që kanë ikur na e keqa këtu. Jo se kanë ikë na e mira. Pra, po ta them edhe këta. Kanë ikë na e keqa. Ka i di S'ka ka kushte? temun. Po, s'ka asnjë kusht. Që bie jashtë bie brenda. Po paksohet nga viti në vit numri i nxënësve? Po të rregullohet shkolla këtu shtohet. Po sot në këtë kushte që jemi. Sot po paksohet se është për i bret. Shpreson ti për më mirë, Po shpreson do vinë. të Po, përmirësohet. po, do vinë. Çfarë të shtyn? Do vinë. Ha? Çfarë të shtyn? Ja, po u dis shkolla, ja. Atë u dis në shkolla, kaq. Si e ka emrin shkolla? Si Lili Gori. Lili Gori. Prandaj urgentisht u disat shkolla se ne do na smuren fëmija. Unë fëmijët i kam aftuar, po kam çupën. Aty edhe çupën e djalit e çupën e çupës. Po nga mësimi, nga anë e mësimdhënie si janë? Po dëgjoj, mirë janë ata, nuk janë keq. Mirë. Vetëm kushtet infrastrukturore Po, të u disat shkolla. Në fshatin Gjuerin, bizneset të cilat ende funksionojnë janë të pakta, duke u numëruar me gishtat e njerëzdor. Kryesisht në fshat si biznes funksional, kanë mbetur vetëm dyqanet që shesin ushqime të ndryshme, por njëkohësisht funksionojnë edhe si bar kafe. Pronarët e tyre tregojnë se këto biznese i mbajnë ende hapur për të patur një mundësi se ku të kalojnë kohën e tyre. Pasi të bësh biznes në këtë fshat, nuk ja vlen, e është fjalë e madhe. Fitimet që nxiren nga biznesi janë tepër të pakta, minimale, çka nuk ndihmojnë as në përballimin e kushteve të jetesës. Administratorët e tyre thonë se banorët e fshatit blejnë shumë pak për shkak të pamundësive ekonomike, por edhe shumë marrin me borxhe. Për të mbajtur hapur të tilla biznese, ata që i zotrojnë pohojnë se shpesh vendosin edhe nga të ardhurat e tyre personale, apo nga pensionet, pasi ndryshe nuk i dilet. Taksat nga ana tjetër bëjnë të tyren, duke i marrë frymën biznesit të vogël e duke mos e lënë të mbijetoj. Për bizneset e tyre tregojnë se rrezikojnë që brenda pak vitesh të mbyllen. Fëmijët nuk mendojnë të jetojnë në fshate për pasoj të merren as me biznes, nëse mund të quhen të tillë. Këtu nuk ka punë fare, Po? se nuk ka popullsi, të gjithë janë të ikur. Sot sa del me këtë biznes që ke? Jo fare, unë jam pa pension, pa punë. Vetë punon këtu? Vetë punoj, e djali është pa punë. Çdo ditë ja dedikon ti biznesi apo jo? Po nuk ka punë, janë si që shikoni vetë. Edhe kjo gjitonia erdhi se do të pi një kafe me mua dhe nuk ka punë, kot. Sa mund të nxjerrësh në ditë? Nëse ma thua, se po të kjo shumë drejtbëdrejt. Neve që të punojmë,
5.000 lekë të bësh gjiro gjithë ditën, ja pyete po të gënjeva. Gjiro 5.000 lekë, po fitim nuk ngelet fare, ja kaq të thot motra. Ja del tot me këtë. Po qa do bëj tani? Buri po më ka ikur, ma la i të trashguar dhe nuk ri dot në shtëpi, s'qëndroj dot në shtëpi që të ri në shtëpi. Qa do bëj dhe në shtëpi? Po thua që për situar nuk bëhet fjalë. Jo, fare nuk ka punë, s'ka Pse punë. mban të kalosh ditën? Po shty orë se dhe në shtëpi qa të bëj të ri kot në shtëpi? Pa punë? Me sa pash jeni vetëm biznes, po the. Që s'ka punë fare. Jo Po vetëm s'ka dhe biznes. popullsi se janë të gjithë të ikur. Po jeni vetëm dyqan, s'ka tjetër. Po nuk ka, po s'ka, të gjitha shtëpit janë të mbyllura se janë refugjat të ikur të gjithë. Ka rini këtu? Fare nuk gjen një të ri këtu, as pleq nuk gjen se kanë ikur maj bregut, s'kan. Ti ndërkohë e mban mend situatën e vitet më pash. Mbaj, se unë jam 60 vjeçë se s'jam e vogël. Nuk e lindur. Jo, se kam lind, tu kam lind në një fshat, po kam ardhur. Këtu kam 40 vjeç. 40 vjeç që kam ardhur. Po nuk po them para 40 vitesh, po them para 20 vitesh, si ka qenë Gjueri. Prap nuk se kanë ikur, që kur janë na për rrugët e migrimit, kanë ikë popullsia. Ama ka qenë më mirë si tani 20. Po, më ndryshe ka qenë, nuk ka qenë kështu. Atëherë edhe çu ku punon. Bravo, po tani nuk ka se kanë ikë të gjithë. Po mirë. Mendon se do të vinë një situata që do të Jo. Që do mbyllet të s'diskutoj se unë do ikin majt bregu dhe djali nuk do ri këtu me mua. Pra nuk pranon as ata që të rinë se çfarë do bëjnë. Nuk ka të rinj, jo, kur në botë. Nuk jetojnë më këtu, nuk është jetë këtu për të ndënjur. Po nëse djali jote e merr biznesin në pronësi në administrim, a del do të mbaj? Jo, këtu, nuk krijet familja këtu, është kot. Është kot, jesot motra. Pa shpresje. Pa shpres fare. Nuk ka. Po s'ka popullsi. Do largohesh, do ta lësh gjithë këtë që ke krijuar. Jo, unë siki. Unë them do vdes nuk na vdek burri. Nuk iki larg në Italia se më janë lutur vajzat se kam 2 vajza andej dhe nuk doj që të iki. Të mban dashuria për fshatin apo? Jo. Kam amanetin në burit se dhe ai nuk më ka ikë ndonjëherë dhe unë nuk doj të iki. E kam trashëguar në buri. Dorish këtu. Dori këtu. Sado që nuk. Deri sa vetëm maj bregut, se unë jam e sëmur, nuk qëndroj dot, unë e di si jam. Nëse nuk do t'ishe ky amanet, do ikje? Po prap nuk e trazoj vendin tim. Nuk e lë vendin. Jo, se lë vendin tim. Më lutem çupat edhe unë prap nuk doj që të Po mirë iki. çupat, mendojnë të kthehen? Jo, kur në botë. Ato janë me familje, me fëmijët e tyre, me burrat e tyre. Të bën zëmrat e apo poshtë të kthehen? Ma më vjen keq, se më merr malli për zëmrat e vogla, po se i kanë të dyja çupa. Mbesa, kam 5 mbesa edhe prap nuk Po duke parë kushtet, ja u kërkon do të kthehen? Jo, nuk vinë kur në botë, nuk vinë, sot. Do më japsh një mesazh fëmijëve çfarë do të thosh? Urdhro. Një mesazh te kamera, çfarë do i thosh? Kujt? Fëmijëve të tu. U dua shumë, jeni zëmrat e mia. Marina, Morena, Alesia, Klea, Lojsi. Edhe Eleni dhe Aurela. Edhe 2 dhëndurët e mi, i dua shumë. I kam zëmrat e mia. Në fshatin Gjuerin, shpesh kthehen për të jetuar edhe banorët e lodhur nga emigrimi. Ata banorë të cilët ndër vite kanë jetuar në Greqi, janë larguar nga fshati në eksodin e parë të popullsisë, por që sot janë kthyer në moshë pensioni për të kaluar vitet e mbetura të jetës. Jetesën sigurisht thonë se e kanë mes Greqisë dhe vendit të tyre, edhe të detyruar shpesher. Emigrantët e rikthyer thonë se bëhen pishmënd sa herë që vinë në fshatin e tyre në Gjuerin, ku mungojnë kushtet më bazike të jetesës. Ata kanë dëshirë të jetojnë e të investojnë në këtë fshat, të merren me bujqësi apo blegtori, por kushtet nuk i favorizojnë. Në një fshat që nuk ka rrugë, ujë të pishëm, e shpeshherë ndërpritet edhe energjia elektrike, nuk jetohet më sipas tyre. Të trishtuar banorët tregojnë se ju vjen keq që gjendja e fshatit është kjo. Ndoshta sipas tyre edhe më keq se në vitet 90 kur u larguan nga Gjuerina për një jetë më të mirë. Sot janë rikthyer me më tepër financa nga emigrimi, por ende vënë re se në fshatin e tyre të lindjes mungon shpresa për më të mirën. Disa prej problematikave që janë sot në këtë fshat kanë qenë të njëjta po ashtu edhe më parë. Duke e krahasuar me vendin ku kanë jetuar ndër vite, mes Greqisë, kjo situatë në Gjuerin thonë se është për të ardhur keq. E kam zgjedhur vendin këtu se e kam qejf edhe bujqësinë, kam bërë edhe shkollë bujqësie për bujqësinë. Edhe gjithmonë që të ha në familja ime çdo frut, çdo perime me pa ilaçe. Janë bio. Janë, jo, bio janë se shikoni e kam për fëmijët e mi.
kështu. Prodhon Më vetëm vjen- për familjen apo edhe Si vjetë ka menduar që edhe do shes se dua të kthehem bashkë me bashkëshorten time në Shqipëri, po më sa shikoj, drita s'kam, ujë s'kam. Ujën e kam me pusin, kam vajtu kam bler klor sot për të hedhur pusi se do na bie epidemia. ku jetoni? Unë jetoj në Markopull të Athinës që nga 90-a, Prej sa vitesh jetoni? 36 vjetë. 36 vite. Tani ke vendosur vetëm për të arsye të qëndrosh në Gjuheri Jo, apo pas jeta ime dhe psikologjia ime ka qenë gjithmonë Vlora është vendi im. dhe do kthehesh ai ti? Jam kthyer muaj për muaj më kenë Vlorë mua. Po doni Mes Greqisë dhe Shqipërisë? në Greqi çova fëmit që në 97-ën që ngelen pa bukë edhe o vdekje o liri si i thoshin të parët. Unë sot për fat të mirë rrita atje fëmit e mi nuk vinë këtu, edhe unë i këshilloj që mos të vinë këtu sepse ky është vendi tyre, ky është vendi im, ama nuk kam asnjë, nuk më mbështet asnjë nga pushteti. Për këto kushtet që më the që mungohen. Kushtet i kam shumë të këqija, jo unë të gjithë vëllezërit që jemi këtu gjitonër edhe fshati, i kemi shumë të vështira, do më thoni kaq, të më thoj një pushtetar të dalë të më thoj, sa do sakrifikoj unë me të ngritur ujë në krah duke mbushur të qesma të shtëpia tek kisha ortodokse që të pi ujë unë dhe gruaja ime. Plus kur s'ke dhe drita, s'ke dhe ujë. Urdhë dritat. Policia bëhet I pagoj në rregull, çdo gjë shtetit i jam përgjigjur në rregull. E dua vendin tim, të dua ty si djemtë e mi, edhe atë si vajzën time, edhe këta i kam vëllezër. Urdhë si do jetoj, do vish tek mua në tashi, dua të respektoj, je djali i shtëpisë, do të bëj një gjellë shtëpie gruaja ime, me se ku i ka dritat. Po në Greqi ishte kjo situata, po është vetëm vendin tonë. Shiko, unë kur kam vajt në Greqi me 4 fëmijë, me 700.000 drami borxh, më kanë respektuar grekët që ne themi janë të tilla janë të atill, as vëllezërit e mi që mi ka bërë nëna me baban, kushtet janë si nata, si një ditë e bukur me diell dhe një natë me breshër e me shije me vetëtima. Po pret ti të përmirësohet se shoh që ka humbur shpesh. Jo, Do vi koha. unë tashi dal pension, do vi në vendin tim se këtu linda, ky më zuri, edhe Somalia të ishte vendi im, unë do veja në Somali. Ambyll, mi bëj një thirrje pushteti, çfarë do i kërkoje? Ktheuni nga fshati, se kjo nuk quhet fshat Gjuerina dhe Qafe Koqiut që është 3 kilometra nga Bashkia e Vlorës. Ktheuni, na sillni ujin, rrugën, urdhë këtu. Unë gruan e kam të sëmur. Urdhë rruga ime të iki, unë natën ta çoj gruan në spital. I vetmi investim ndër vite që është kryer në fshatin Gjuerin është asfaltimi i rrugës kryesore të fshatit. Asaj rruge që lidh bypassin e Vlorës, një investim i realizuar së fundmi me qendrën e fshatit. Bëhet fjalë për vetëm hedhjen e një shtrese çakulli në të gjithë segmentin rrugor, e më pas shtrimin me asfalt në gjerësi minimale. E ndër vite Gjuerina nuk ka patur asnjë rrugë, e ky investim mund të cilësohet si gjysma e të keqes. Por duke parë shtrirjen e gjerë gjeografike të fshatit, edhe ky investim nuk mjafton. Për shkak se shumë prej rrugëve të fshatit janë ende pa u asfaltuar, e përpasoj Gjuerina të ofron dy realitete. Fshati Gjuerin të ofron sot dy realitete, atë të rrugës së kryesore të fshatit, e cila është e asfaltuar totalisht në të gjithë gjatësinë e saj, prej hyrjes së fshatit dhe deri në qendër. Ndërsa për sa i përket segmenteve rrugore të cilat lidhin qendrën e fshatit apo edhe komunikojnë mes lagjeve, janë segmente rrugore të amortizuara me infrastrukturë të munguar ndër vite, duke u kthyer në shqetësim për banorët e këtij fshati. Banorët tregojnë me trishtim gjendjen që janë lënë segmentet rrugore në brendësi të lagjeve të Gjuerinës, apo edhe ato lidhset mes tyre. Rrugë të lëna rrugëve që të bëjnë të vendosësh duart në kokë. Nga ana tjetër, janë vetë banorët ata të cilët nuk dinë se kush është problemi më i madh që ka sot fshati.
mungesa e infrastrukturës në rrugët e fshatit, apo mungesa e ekonomisë familjare. Halle në familje e halle apo probleme të ndryshme në fshat, të cilat ndër vite kanë betur peng i mungesës së investimeve dhe mungesës së nismave për rritjen e mirëqenies së familjeve të fshatit. Qarë do të bëjnë nëna për fshatin ty? Ma përshkruaj pa. Po që do të përshkruaj unë i këtë keqja nëna se e kam litarin në gryk me 100.000 lek pension. Ja. Me qëfar më? Qërë, asin një, sytë e mija me smur. Me kë jeton? Me borri. Kush është problemi më i madh sot që ka Gjuerina? Më i madh. Ma vri, në shdo kratë zështi. Ma vri. Ty, kush është jetëson më? Unë ja ba buk me 100.000 lek. Çfarë do të bërë të përmirësoj? Ja, qemi e bën ai. Fshati Gjuerin ende edhe në 2026 nuk e ka një sistem të tij të furnizimit me ujë të pishëm. Banorët vetë tregojnë se edhe sot ata e gjejnë zgjidhjen tek puset, ku mbushin ujë për nevojat e tyre familjare. Uji i pusit sigurisht sipas tyre nuk konsumohet për të pirë, pasi është qindotur me dhe, vjen në ngjyrë të verdhë dhe me erë të pakëndshme. Banorët e mbetur në Gjuerin detyrohen që çdo ditë ujin që konsumojnë për të pirë e blejnë, apo e mbushin drejt Vlorës. Ende në fshatin Gjuerin nuk ka asnjë investim për ndërtimin e sistemit të shpërndarjes dhe furnizimit me ujë të pishëm. Banorët vuajnë të njëjtat pasoja negative ndër vite, ku për ujin që pinë e blejnë, e nga ana tjetër paguajnë faturat më të larta, si të energjisë, duke përdorur pompat për nxjerrjen e ujit nga puset. Një thirrje kanë për pushtetin lokal dhe atë qendror, të kthejnë syt nga fshati, duke kryer aty investime. Banorët thonë se nuk kërkojnë shumë, por duan thjesht të plotësojnë kushtet bazike të jetesës së tyre. Uji i pishëm për ta mbetet jeta. E kërkojnë nga pushteti që këtë detyrim që ka kundrejt banorëve, të cilin e kanë kërkuar ndër vite, ta plotësojnë sa më parë. Dhe një fshat që të jetoj akoma me puse në këtë kohë pas 30-40 vjetësh, që është demokraci dhe të mos për një shpenzim shumë të vogël në krahasim me ato që bën në vende të tjera, punë e parë është si ka mundësi një njeri të vi andej dhe të jetoj pa ujë. Këtu vjen ujë në Çezma? Jo, nuk ka fare. Jetojnë me puse. Po, është një fshat i cili jashtë logjikës nuk ka sistem të furnizimit të ujit pishëm. Po. Ka ndër vite kjo situata apo jo? Po, ndër vite. Sa vite po bën kështu? Sa e mban mend ti? Si miki? Kur përmbysen verhot. Ka shumë vite. Asnjëherë s'ka pasur, me puse jetojnë gjithkohën. Nuk mund të themi gjëra të tjera, infrastruktura njëra e tjetra e rruga të tëra. Po. Edhe nuk mundet të themi për problemet e tjera të pronësisë e njërën e tjetra. Është kjo shtëpi e pa, është e ndërtuar kaq vite dhe e pa legalizuar. Ose toka që është marrë në pronësi nga 7501, përse nuk u jepet certifikat e pronësisë? Çfarë të keqe ka? Të rikthej edhe një herë, se ma preket që ka temën e ujit të pishëm. Ky pusi pihet, konsumohet apo është i ndotur? Është i ndotur. Po si ja bëjnë gjithë? Sot u tha parafolësit që vajt e morën më klor, shtrëpon gjatë beharit, llogariti tani të bëj shpenzime të vej në Vlorë të mbush 2 bidona ujë për gatuar dhe për të pirë ujë. Pra, po më thua që banorët marrin rrugën drejt Vlorës për mbush ujë të pishëm. Po. Po është e vështirë kjo situatë? Shumë e vështirë. Çfarë mund të themi? Tani nuk gjëja më kryesore se dhe unë jetoj në Kurbet, kam të 30 sa vjetë, në Greqi dhe në Angli. Edhe nuk mund të krahasohet një gjë të tillë me nata me ditën, po edhe kur ankohemi nuk gjejmë zgjidhje. Përse nuk gjejmë zgjidhje? Se janë bërë të gjithë një. Edhe më fal, edhe më thonë të gjithë, edhe që të kërkosh, edhe ashtu është mos u mundo kot sepse nuk gjen zgjidhje. Do ndonjëherë në Angli që mos ketë ujë? Jo, nuk ndodh. Nuk ndodh? Jo, nuk ndodh. Përse bën këto gjëra? Sepse ka korrupsion, nuk janë të gjithë njerëzit të ndërgjegjshëm që të punojnë për popullin, edhe të shërbejnë edhe që të kthehen këtu. Ndërkohë ju jeni ankuar. Ne lutim Zotin, domethënë që fëmijët jetojnë jashtë, e shikojmë gjendje shumë keq këtu. Edhe për vetë ne që jemi nga 65-67 vjeç, prapë mendojmë që të ikim prapë.
Ju jeni ankuar tek pushteti. Çfarë? Jemi ankuar dhe nuk kemi gjetur asnjë zgjidhje. Investimet ka munguar besoj. Po, Ke shpresë se do të vijë diçka? nuk kemi shpresë. Pse? Kemi shpresë sepse janë të gjithë një ashtu, nuk ndryshon. Mungesa e ujit të pishëm, infrastruktura e munguar e rrugëve në brendësi të fshatit, falimentimi i bujqësisë dhe blegtorisë i ka detyruar të rinjt, krahun e profesionalizuar të punës, të largohet. Veç bujqësisë dhe blegtorisë, banorët në fshat nuk kanë mundësi tjetër me se të punojnë e përpasoj. Vendet e punës mungojnë në masë. Në Gjuerin mund të krijosh të ardhmen e kërkuar apo të mendosh që me të ardhurat që ofron fshati të krijosh dhe mpash familjen. Por për shkak të problemeve të panumërta, të mbartura ndër vite, sipas të dhënave më parë, familjet që jetonin në Gjuerin ishin 250. Në harkun kohor të 30 viteve, nga 1995 deri në 2025, në këtë fshat, tashmë kanë mbetur 50 familje që jetojnë aty, ku shumica e banorëve janë në moshë pensioni. Familje që janë sot me 1 apo 2 antar, të cilët janë mbi 65 vjeç. E nëse vazhdohet me këto ritme, në harkun kohor të disa viteve, Gjuerina rrezikon të shpopullohet.